Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Personazhe në Fokus. Sot kemi të ftuar një emër të njohur të futbollit lushnjar, një njeri që gjithë jetën ja kushtuar fushës së futbollit dhe fushës së blerë. I ftuari ynë është Jutmir Gazheli, ish lojtar i Sport Klub Lushnjës, i cili nisi rrugtimin e tij që në vitin 1992 dhe për 18 vite me radhë kontriboi në fushën e futbollit si profesionist në futbollin shqiptar. Përveç fanellës lushnjare, ai ka qenë pjesë edhe ekipeve të futbollit Egnatia, Bylus dhe Alpetrol. Pas largimin nga futbolli si lojtar në vitin 2009, ai vazhdoi kontributin si trajner ku ndër sukseset më të bukura mbetën shpallja kampion me U19 të Sport Klub Lushnjës dhe në sezonin 2020-2021. Sot do të flasim jo vetëm për karrierën e tij sportive, por edhe për realitetin e vështirë të futbollit muzikar, ku sot ekipi lushnjar dhe ekipi Apollonis, të dyja ndodhen në kategorinë e tretë. Judi, do të flas shkurt. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit Personazhe në Fokus. Do jesh çdo të shtunë që ju do të sillni atë kontributin tuaj si lojtar i kësaj fushë të blerë pikërisht këtu në stadiumin Roza Axhiu. Në radhë parë, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi dhe përgjegjësi të flasësh për futbollin, dhe aq më shumë për futbollin lushnjar që është zemra e gjithë qytetit, është historia e një qyteti të tërë. Dhe do mundohem që të jem sa më konciz dhe sa më transparent në të gjitha pyetjet që do më drejtoni për të folur atë që kam përjetuar, kam mbajt mbi shpatulla dhe do vazhdoj të mbaj pesh për këtë qytet. Judi, si kujtoni fillimet tuaja të Sport Klub Lushja në vitin 1992 dhe emocionet e para të fanellës lushnjare, të bërtiturat e tifozave, kënaqësia e një fushë të blertë? Po, Çimi, ka qenë fillimi fundi i vitit 92 kur unë kam bërë një test, kam qenë maturant në shkollën sportive Loro Borici, edhe kam qenë 18 vjeç. Më firën këta të klubit, drejtuesit e klubit Lushnjës, më vëzhguan dhe më thanë që në qershor të 1993 kam bërë dhe kontratën e parë, ku kishte mjaft konkurrencë. Në ato vite duhet përmend emra goxha me pesh në futbollin lushnjar, si Stambolliu, Musaj, Altin Gjyla, Dervishi, e shumë çuna të tjerë, Tallau, pastaj që u bë më mbrapa, Altin Ysko që u bashkoi me ekipit, Arben Ysko, Arben Çela dhe me radhë. Pra ishte një konkurrencë e drejtë e pastër, që shumë lojtarë dhe nga ekipi trinjve dhe nga rrethina të tjera vinin konkuronin dhe unë do të zgjidha vend në 18-çe, gjë që realizova saj punës, dëshirës, satisfaksionit që më dhuroi gjithkohon topi i futbollit. Futbolli ka qenë pjesë e jetës suaj në dekada. Çfarë ka përfaqësuar për Judin në fushën e blertë? Atëherë, për të qenë korrekte dhe preciz në historinë time me futbollin, unë historinë e futbollit e kam që nga trungu familjar. E ka filluar fillimisht babai im, Jasini, në vitin 1960 deri në vitin 72, e ka vazhduar Xhaxha Indjer, që sot nuk jeton më, Lirimi. Mbas tij, pa ndërprerje ka qenë Petriti dhe unë arrita ta kap Petritin në ekipin e parë në vitin 1992, e larguar në 93-shin në Itali dhe unë kam ardhur në qershor të 93-shit me kontratë pranë ekipit Lushnjës. Pra, historia jonë me futbollin si familje është rreth 50 vjeçare, gjysmë shekulli, që mendoj që nuk jam pak për një qytet, dhe për këtë ndoshta qyteti na ka vlerësuar bashkia apo institucionet po bashkia në atë kohë me titull në vitin 2006 kemi marrë titullin të 4 qytetar nderi për kontribute të shquara dhe inspiruese në fushën e futbollit. Përveç se ju keni përfaqësuar futbollin lushnjar, më pas keni qenë pjesë e 3 skuadrave, Egnatia, Bylus, Alpetrol. A keni marrë eksperiencë nga këto ekipet apo dhat eksperiencë të këto ekipet? Patyshim që ndjenjën më të shenjtë dhe ndjenjën më të lartë. Çdo lojtar e ka ke skuadra vendlindjes. Ke skuadra mëm, që për mua është Lushnja dhe do të mbetet Lushnja. Ke Lushnja kalova fëmirin, rinin dhe tani mendoj se po plakem ke kontributet për qytetin tim. Patjetër që në skuadrën e Egnatias shkova në sezonin 2004
2005, një skuadër që hyri për herë të parë në historinë e saj në Super League, me emër shumë të shquar, u nis një aventurë goxha e mirë e bukur, por rrugës pastaj sikur duket të gjërat ndoshta ndryshuan, u deformuan, siç do të rëndom këtu në Shqipëri, dhe nuk shkuan aty ku mendohet dhe Eknatja për fat keq u rrëzua prapë nga kategoria dhe unë u riktheva në qytetin e Lushnjës. Në sezonin 2007-2008, Lushnja ishte në kategorinë e parë dhe unë u bashkova ekipit Bylis me pretendime për të rifutur në kategorinë e parë. Ishim në njëjtë ligë dhe janë 2 vite që vërtet i kam bler di supe, që kam luajtur kundra qytetit tim, kundra fanellës time, por jam treguar profesionist, ta thash që kam bërë detyrën time, kam dhënë eksperiencën time dhe kam marrë eksperjencat nga këto skuadra. Dhe në fund kam qenë në sezonin e fundit Kal Petroli me mundimin për ta futur edhe këtë në Super League, por që nuk u realizua dot. Përveç se ju shprehet gjithë ato eksperiencë në futbollin jo vetëm lushnjar, por me ekipet apo me drejtimin e të gjitha me radhë. Çastet e bukura dhe çastet e vështira që ke pas për 18 vitesh në fushat e blerta. Çimi janë shumë momente të arta, sikurse ka dhe momente të errta. Çdo lojtar dhe kampion i botës në historinë e tij ka dhe momente drithëruese. Jo më kot kemi parë dhe Ronaldon dhe Messin dhe shumë lojtar Pelen, Maradonën në lot, sepse prandaj është kaq i bukur futbolli, prandaj dhuron kaq emocione, prandaj është kaq i pastër. Jo tani, sepse tani kam frikë që është ndërthurur pak dhe kjo inteligjenca dhe kjo digitalizimi dhe kjo bota po ndryshon shumë. Po në kohën tonë flas që kemi qenë me këmbë në tokë, ka qenë një futboll bio, futboll i pastër, që vetë fakti futbollin e tregon tifozëria. Do të vazhdoj pak. Do të thosha që në momentet e arta mund të jenë shumë, po do të pikasja 2 ndeshje që ishin me të vërtet triumf, ose 3 do të përmendem në momentet e arta. Ka qenë një sfidë e vështirë e jashtëzakonshme në Burrel, që luftohesh për të hyrë në kategorinë e parë dhe ne ja dolëm dhe ndeshjen e kthimit e bëm në fushën tonë. Atë vit hym në ekip në superiore me një finale të jashtëzakonshme në stadiumin Dinamo të mbushur plot me lushnjar dhe ballqot. Kemi fituar me 1 gol të shënuar nga goleadori Bano i atyre viteve, dhe do të përmendja dhe ndeshjen absolute, ka qenë të 2 ato gjysmëfinalet, edhe me Vllaznin, pak vite të vështira, koha e Rumujave 97-98, në prill të 98-s, me një ndryshim rezultati nga 3-0 në ndeshjen e parë të mundur, u kthye në 5-0 në një spektakël, mbaj mend që shumë njerëz kanë qarë atë ditë dhe nuk e kanë besuar. Pastaj të shtuam në një finale që nuk e di pse, që ka qenë një momentet më decisive. Dhe momenti më i errët që mund të them ose më i sikletshëm në karrierën time ka qenë penalltia humbur në finalen e vitit 2000 përballë Teutës, që unë nuk e kam parë asnjëherë në televizion, nuk kam zemër ta shoh asnjëherë, jam betuar që nuk do ta shoh. Ka qenë një moment decisiv, nuk kam dashur ta gjuaj i pari, ka qenë insistimi i trajnerit, duke i themi gjëra siç janë, në realitet se ndoshta shumë vetë nuk i din, dështoj këtë disa emra, më ngeli mua pesha për fatin e keq. Ja kam borxh këtë tifozërisë lushnjare, qytetit lushnjar, familjes time edhe vetes time. Por penallti godet ai që ka zemër dhe ka guxim, dhe ai ndoshta edhe unë. Judi, këtu pikërisht ne jemi në stadiumi Roza Axhilli në këtë fushë të blertë. Si është ndjerë Judi kur gabonte në fushë dhe gjithë tifozëria çohej në këmbë dhe fillon të kundërshtonte ato veprën gabueshme që ju keni bërë? A ndjej keq? Dhe a luftohet sot për futboll, për fanell apo për para? Për çfarë luftohet sot futbolli? Tani nuk ka lojtar në rrugë toksor që nuk ka gabime. Futbolli është një lojë aq e bukur me shumë gabime. Kush gabon më pak fiton. Ose kush përfiton nga gabimet e kundërshtarit fiton. Kemi pa lojtar bote, por marr shembullin konkret të Neuerit në gjysmën finale me Paris Saint-Germainin, që bëri disa gafa, bëri një ndeshje të shkëlqyer pasaj të kthimit, por që rezultoi që ato golet e ndeshkuan Bayernin. Për sa i përket tifozave, absolutisht që nuk jam marrë asnjëherë dhe nuk jam vënë kundërvend asnjëherë, kanë qenë për krahë ime më e madhe, kanë qenë lojtari 12 në gjithë historinë e karrierës time në futboll në këto 18 vite, gjë që sot nuk e shoh më, një stadium jashtëzakonisht i bukur, komod, me shumë mangësira patjetër, por kur shoh këtë fushë dhe këtë ambient dhe shoh qytetin tim, Lushnjën time, ekipin tim zemrës në kategorinë e tretë,
Kjo Do kalojmë më më pushon pak. pas te këto pyetjet e ekipit lushnjar, pse pikërisht Lushnja ka ardhur në kategorinë e tretë, por jemi akoma në ato gjysmat e pyetjeve tona si i ftuar i special i emisionit Personazhe në Fokus për të folur Po, vetëm patjetër. për futbollin. Dhe pas viteve 2009 vendosët të vazhdonit si trajner. Sa e vështirë ishte kalimi nga futbollist në një drejtim tjetër për të marrë një eksperiencë midis ekipeve, midis moshave, edhe gjithçka për Judin. Vendimi erdhi momentalisht se isha në një moshë jo edhe shumë të madhe, 35 vjeç jam larguar nga futbolli. Të më pyesësh realisht për një kohë gjatë, edhe sot ndoshta i shikoj ato rrobat, i nxjerr i vesh edhe në trajningu me fëmijët, edhe me ekipet, po për një kohë gjatë edhe sot shoh ëndra sikur luaj akoma futboll. Futbolli është dashuria e jetës time edhe të se kundërshtoj dot në asnjë moment. Ishte shumë e vështirë, por detyrimisht duke qenë prezent prapë në terren dhe duke instruktuar brezin e ri, duke trajnuar brezin e ri, motivohesha dhe karikohesha, isha gjithkohën me objektiva, siç jam dhe akoma. 2020-2021 shpallesh kampion i ekipit U19 të Lushnjës. Sa krenari ishte për ju ky sukses, kaq ndoshta edhe i papritur, por dhe ja arri me fuqinë tënde edhe djemve. E kuptoj. Ishte një sezon që me besimin e shefit klubit në atë kohë, Edison Koçit, mu tha që bashkë me Arben Yskun do të merren ekipin e trinjve. Unë isha trajneri U15-s në atë kohë i klubit Lushnjës, kisha bërë disa suksese me këtë skuadër, isha dalë 3 herë kampion i Jugut dhe një herë kampion Shqipërie. Dhe e mora me shumë kënaqësi, edhe pse ekipi i trinjve ishte një kaos total, ku gjeta vetëm 5 lojtarë. Mundova me menaxhim, me sforco, arrita bëra një grup prej 25-26 lojtarësh konkurrues të asaj kohe, me skuadra si Durrësi 04 apo Bylis, të mirë investuar me president. U munduam që të dalim apo dhe vora, dhe në play-offin e fundit, ja kemi dalë me sukses, mendohesh vetëm që të hynim, që jemi 2 skuadra, luheshin 2 ndeshje paralel, ndoshta edhe fati ishte me ne, sepse zgjati pak më shumë bëm një dyshim të rezultatit minutat e fundit dhe u shpallëm dhe kampion. Kupa kaloi nga fusha A në fushën B dhe kanë qenë çunat më rregullueshëm dhe më vjen keq që sot ata nuk janë 2-3 mund të jenë pjesë e klubit Lushnjë. Po problemi është për të kaluar të ka pyetje nuk do të kishte një pyetje në mes për të thënë si ka marrëdhëniet Judi sot me ish lojtarët shok të skuadrës diku këtu, pikërisht këtu në fushë. Absolutisht i kam marrëdhënie të shkëlqyera me gjithë shokët, ish lojtarët, takohem, bashkohemi, diskutojmë mendime, flasim telefon, se cili është në linjën e vet, në punën e vet. Mos përmendem që nga edhe me portierin Musaj që është në Amerikë kontaktoj, edhe me ish lojtarët e moshës time, Qelën apo Banon, që jam takuar disa herë, kam diskutuar për probleme që ka pas, Prençen që s'është fare pjesë e futbollit, e gjithë çunat me radhë, domethënë nuk mund të përmend dot tema tani. Asallën që kam qenë bashkëpunëtor, e Ben Yskon, e Altyr Yskon, të gjithë brezin ton, kemi marrëdhënie shumë mira. Kemi diskutuar gjithmonë për futbollin. Është një ngërç ose është një diagnozë që realisht nuk është në dorën tonë për ta shëruar edhe për ta përcaktuar. Akoma s'kemi vendosur elementit e mirë për përcaktimin e ekipeve. Në pozicionin e ekipit lushnjar, ku ka ndodhur sot. Besoj se këto ka qenë takimi më shumë kemi mbledhur bashkë, diskutimi për bashkën. Ky ka qenë thelbi dhe objektivi kryesor i diskutimit, që pse Lushnja po lëngon dhe pse Lushnja është në këtë situatë. Okej, do kalojmë te pyetja tjetër. Si e shikoni sot talentet e rinj lushnjar? A ka ende element Lushnja për t'i dhënë ekipin një nivel më të lartë? Mendoj që element ka pat. Nuk po them të nivelit shumë të lartë. Unë do të marr shembull ekipin e Laçit, që bëri një merkato të shkëlqyer i presidenti Pashklaska me ata çunat e rinj, nga 19-20 vjeçar, dhe e kam parë këtu ndeshjen me Lushnjën. Dhe në takimin e parë që kam pas me të Federatën Shqiptare, kam thënë përgëzime sepse ke ekipin më të mirë dhe mendoj që do të jesh i kampion. Dhe profesia ime ndodhi që ai doli kampion dhe ja mori trofeun Korçën mes Korçës me ata çunat e rinj, por ditit menaxhoi mirë situatën dhe afroi lojtarë me të vërtetë cilësor. Ne kemi pas lojtarë mirë, pozitiv, që mund të ishin shumë mirë pjesë e klubit Lushnjës, por do ta theksoj këtë.
ardhja e shumë trajnerëve, ardhja eksperimentale e shumë njerëzve, menaxhimi jo i pastër dhe transparent, duke prur lojtar Benjamina, mbas vetes, dojën brezin lushnjar. Dojën çunat që i kam trenuar, që datindja 2004-2005 kanë qenë brezi art, unë kam dalë në finale me Apollonin, jemi mundur me 1 gol, e kam mundur në një turne të Digitalbit, ajo Apolloni shkoi larg sepse u mbështet, pa çka se sot ndodhen këto që ndodhen, ajo dështoi pas e masi e prishi këtë brez edhe i la, po brezi 2004-2005, Apollonia shkoi luajti në Champions League dhe çunat tan nuk u ofruan në ekipin e parë. Mund të përmend vetëm Bashën, mund të përmend Korreshin, mund të përmend Arapin, që janë lojtarë produkt të trajnimit tim, por ka pasur shumë çuna të tjerë, siç ka qenë Dedej, ka qenë Endi Gjyla, Devi Lulja, e shumë elementë të tjerë që mund të ishte Sadiku, që mund të shërbenin skuadrës, Mateo Kuka, talent 2005 sot në Itali, që nuk e di pse edhe jeta ndoshta i devijoi dhe nuk u bën pjesë të ekipit të parë të Lushit. Do të kalojmë në një pyetje tjetër që gjithçka populli thot vetë gjuat i ku dhem dhe mballa. Dhe pikërisht të dy ne jemi lushnjar dhe ne do flasim pikërisht për këtë fushë dhe për ekipin. Ju keni drejtuar në ekipin e parë të Lushës për disa ndeshje. Sa përgjegjësi dhe emocione mbart kur drejton një ekip të parë me këtë panel? Atëherë çdo trajner, çfarëdo skuadër që drejtoj ka një përgjegjësi reale, profesionale dhe mban pesh. Patjetër që mban përgjegjësi. Unë në ato ndeshje nuk është se kam qenë trajner i emëruar, i parë që e kam bërë dhe skuadrën vet, kam qenë i komanduar nga situatat e pandemisë ose nga një lëvizje e trajnerëve. E kam drejtuar skuadrën relativisht për 1 javë apo 10 ditë. Kam bërë një fitore, një barazim, a 2 barazime në mos gaboj, me Besën Tomorin dhe me ekipin e Turbinës. Pastaj ka Artetova në atë sezon, por do të thosha që përgjegjësia është absolutisht e madhe, aq më shumë kur drejton skuadrën e qytetit tënd. Ta thash edhe një herë, çimi do të kishe me kaq financa dhe me kaq lek që është hedhur, është për të ardhur keq që Lushnja ka arritur, ka prekur për herë të parë në historinë e saj kategorinë e 3 quhet, ne i themi e 2-ta, po ta kapësh është superiore e parë. Unë kështu e prezantoa kategoria 3. E 3. Është gjysmë profesionale, një kategori që me të vërtet me emra shumë e fortë, por shumë e egër dhe nuk e di se si do të vazhdoj kjo historinë. Për të kaluar në një pyetje tjetër, sot futbolli myzeqar po kalon një moment të vështirë, apo myzeqia është në zi për futbollin myzeqar. Si e përjetoni faktin që Lushnja dhe Apollonia e Fierit ndodhen në kategori e 3? Atëherë, është për të ardhur keq, shumë keq, por kjo është historia e futbollit, ky është realiteti i nderuar çimi. Lushnja ka investuar vërtet shumë në financa, por ka investuar pak në menaxhim ose ka gabuar në menaxhim. Unë do ta filloja që me ardhin e Dukës, presidentit Zotit Duka, këtu në Lushnjë në vitin 2021 në dhjetor, që sot fusha atje për matan ke spitali është akoma djerë, e mbetur anonim, dhe nuk e di pse nuk vazhdojnë punimet, nuk e di pse ajo fushë nuk bëhet më për këtë qytet, për të investuar, për të bërë pjesë e trajnimit të moshave dhe të fëmijëve dhe të ekipeve të akademisë. Është një fushë, mini fushë mund ta quaj këtu për matan, që ne jemi të gjithë përballemi atje, edhe unë me akademinë time private bëj ndeshje dhe falenderoj për mbështetjen federatën e bashkinë që më kanë dhënë hapësira, por do të thoshe me një mini fushë edhe me një fushë të plukut që nuk ka një administrim, nuk ka një mirë organizim, shkojnë ekipet herë mbas here sepse mungon autobusi, jo po s'ka orar urbani, e më the thash, to janë minuse, janë ngerçe që i krijojnë një hendek dhe vakum frekuentimit të moshave në futboll. Ju sapo preket në mënyrën e menaxhimit, investimin, mbështetjen në futboll, pikërisht sipas jush, pse u arrit deri këtu? Ne duhet dim pse vetë futbolli lushnjar, ekipi apo mënyra e menaxhimit arritën deri këtu. Ç'tili është mendimi juaj? Pikërisht edhe si lojtar, edhe si specialist futbolli, edhe si një njerëz që sot rrisni breza për të sjellur të kjo fushë. Unë mendoj që nuk jam eksperte, nuk jam as mjek, as hipnotizues, as zoti që të përsaktoj që faji është i Çimit apo i Judit. Absolutisht që ka një menaxhim
jo të mirë. Skuadra kur u bë që është lëndor i lirë trenerit që ishte aktual Xhafa, e kam përgëzuar dhe i kam shkruar një mesazh, e them realisht që pse u troqe. Ai po shkonte mirë me 4 barazime, në mos gaboj, apo 5, dhe bëri një skuadër që relativisht pastaj gjatë rrugës dështoi. Financat Luçës nuk i ka munguar. Mbështetja financiare absolutisht, sepse mendoj që nëse një president këto financa do t'i kishte të veta dhe do t'i dhimte xhepi dhe shpirti për këto lekë që i kanë dhënë nga djersa, nga puna vet, do bënte një menaxhim të shkëlqyer. Ktu është përdorur ndoshta gabim dhe kjo pesha duhet ta marrin përgjegjësi të gjithë ata që kanë qenë, të flasin transparent, të bëhet një madje di që kjo zonja deputete Kiduina ka folur shumë që Spaku duhet të jetojë. Pse janë bërë kaq investime dhe ku kanë shkuar këto lekë? Si mendoni, ku kanë shkuar? Nuk flas dot. Ju jeni specialist futbolli. Fjalë di, jo, lojtarët që janë këtu nuk ishin për ato kontrata. Për mua shumë lojtarë dështuan, unë nuk do të përmend emra, nuk do të përmend asnjë, sepse s'duhet të le, sepse në Shqipëri nuk kuptohesh. Edhe merret për personale komenti, por lojtarët që ishin këtu nuk ishin për aq financa për ato kontrata dhe nuk e treguan veten që i shërbyen kësaj fanelle që është kaq e shenjtë për ato financa që kanë marrë dhe fakti e tregoj. Vazhdoi trajneri Bicaj, pati edhe një presion, edhe i ka bërë një koment në për emisione, jo një, po ka folur disa herë, po më mbrapa, unë kam qef që ata që vinë duhet të flasin më përpara, duhet të flasin gjatë kohës që ndjejnë këtë situatë, dhe shikojnë këtë presion dhe shikojnë këtë problem, kur është smundja aktive, kur smundja ka hyrë thellë në organizëm dhe pacienti vdes, është e kohë që diskutojmë. Lushnja ka vdek. Sinqerisht që Lushnja ishte një pacient që lëngonte dhe donte një ndihmë reale. Zgjedhja e lojtarëve të blerë nga jashtë, lojtarë të marrë nga kampionatet tona këtu, nuk ishin të lojtarë që të jepshin skuadrës lushnjare një vit më lart. Absolutisht, që mendoj që ishin lojtarë, sepse u fol që do konkurrojnë për hyrjen në Superligë. Ishin lojtarë që ishin konkurrent dhe nuk e kanë merituar stemën dhe fanellën e Lushnjës me atë që kanë bërë. Përveç kësaj që ju sapo folët më lart, mbështetja e futbollit nga institucioni, ju thot, ju sipas jush, thoni që është një investim goxha i mirë, por elementi i marrjes për të dhënë në fushën e futbollit ka qenë më i dobët nga çka është shmat. Kjo të bie tani. Një nderuar çimi, prandaj them, në futboll duhen njerëz profesionistë, njerëz me zemër të pastër, njerëz që duhet ta dashurojnë dhe jo ta shikojnë si një institucion punësimi, si një institucion thjesht që duhet shkojnë, apo si një pre e kafshëve tegra për ta kafshuar dhe për ta gjojtur sa më shumë. Lushnja është pasi një pre dhe është sulmuar nga të gjitha drejtimet. Edhe në momentin që tani u munduat bënde diçka për ta ringritur dhe për ta kaluar situatën për mos rënë nga kategoria, skuadrat e tjera me sa kuptova edhe mbështetja nga federata dhe të tjerat kanë bërë pakte dhe Lushnja ngeli vetme. Lushnja ngeli vetme dhe dështoi. Të vjen keq që ekipi ka shkuar në kategorinë e tretë? Janë përlotur çimi, nuk vjen keq. Janë përlotur sepse më dhem ajo fanell, thash nuk kam derur djash, kam derur gjak për fanell dhe nuk e kuptoj pse e arriti deri këtu. Ndoshta klane, ndoshta situata reale, ndoshta mos profesionalizmi nga njerëzit që e morën dhe e drejtuan, nuk flas dot, por janë përlotur për qytetin dhe për fanellën time. Nëse Judi do ishte diku aty brenda asaj strukturës, çfarë do bënte aktualisht? Atëherë para Lushnja duhet të privatizohet. Ekipi Lushnjën duhet të privatizohet. Duhet ta marrin njerëz që duan fanellën dhe ta shikojnë dhe si investim ekonomik, por edhe si ndjenjë profesional. 1, 2 apo një aksion, disa aksioner, kjo është çështje që nuk e di se si do të zgjidhet. Ata që do ta marrin duhet të mendojnë planet afat mesme. Nuk mund të themi dot që me kaq lek tani me shkopin magjikun do vjen një ekip pretendent dhe do hyjnë në kategorinë e parë, pastaj na takon që të hyjmë në superior. Do mërë planet graduale, mendoj për 3-4 vjet, duke i bazuar dhe duke i mbështetur ke moshat, duke i kërkuar që produkti të jetë nga brumi i vendit lushnjar dhe rrethinat diku. Dhe kam edhe një kontestim, si shumë kolegët e mi, ish lojtar, me emër dhe të kombëtarës, që është lënë dorë e lirë për lojtarët e huaj. Është lënë një hapësirë e pambarim, gjë që është e gabuar, nuk e di pse menaxhojnë këtë formë,
intereson disa menaxherëve që fusin lojtarë tuaj, por këta lojtarë tuaj po rezultojnë jo pozitiv dhe po mbyllin derën dhe po mbyllin rrisjet për brezat dhe për lojtarët ta. Sikurse, më fal që mi bëj thirrje të gjithë çunave që pretendojnë të rinj, që janë sot ke ekipet 15, 17, 19, kudo ku të jenë, për të ardhur në ekipin e parë, për të faqsuar fanellën e qytetit Lushnjë, apo dhe më lart, duhet punojmë pambarimisht shumë. Jo vetëm me 2 orë të stërvitjes, por duhet bëjmë stërvitje individuale, për të konkuruar sepse e gjithë jeta është konkurrencë. Të bëra një pyetje pak më parë, po ishe duke biseduar gjatë dhe zoja të ta presja të bisedën tënde të vazhduar. Nëse ju do ishit pjesë e ekipit drejtues në brenda kësaj strukture që është pikërisht këtu në stadiumin e qytetit Lushnjës, çfarë do bënte ju di vet në lidhje me pjesën që Lushnja sot aktualisht është kategorinë e 3? E thash pak, e një fjali që do ndërtoj një plan afatmesëm. Nëse unë do jem, duhet që i trajneri që do jetë, bashkë me stafin, me presidencën, duhet bëjë një kontratë minimalisht 2+1. Pra 2 vjet organizim, menaxhim, ndërtimin e skuadrës, bazën ke moshat dhe ndonjë blerje po prap me element pozitiv të moshës re për t'i pas dhe sezonet në vazhdim. Pra mos të prishet ai grupi, po çikosh ekipet elitare të botës. Faktin unë e marr me Paris Saint-Germainin, me trajnerin e jashtëzakonshëm Luis Enrique, që i largoi emrat e mëdhenj me super miliarda dhe mbajti çunat e rinj dhe 10 ka qenë fituesi Champions League dhe si vjet e shoh kandidati kryesor për ta marrë këtë trofe, sepse ka thënë një shprehje, kush nuk vrapon, ulet stol. Shkon në tribun. Dhe kjo do të jetë motoja. Pashka ekipi Lushnjës, më vjen keq për këtë pjesë, edhe në stërvitje e kam parë, edhe në lojë, ata ecnin, nuk vraponi. Për të kaluar te një pyetje tjetër që është pak sensitive, a do të ishte një ndjes publike drejtuesve të ekipit, menaxhuesit të ekipit, struktura që vazhdojnë të kenë futbollin lushnjar, ndaj tifozave lushnjar? Si mendon? Nuk e kuptoj dot, edhe nëse ndodh diçka është thjesht morale. Unë do të thosha që duhet të ketë një bord drejtues, të mbledhur nga gjithë ish lojtarët, nga njerëz që e kanë ndjer futbollin dhe kanë dhënë kontribute, jo nga njerëz eksperimentues ose batuta xhinj, njerëz që rrinë këtë dyert e bashkisë dhe kërkojnë punë dhe hedhin shashka tymse, por njerëz që e ndjejnë dhe e duan këtë fanellë, duhet vit bëhet një transparencë nga deputetët, nga njerëzit që kanë qenë dhe janë sot aktual dhe kanë peshke kjo pjesë, që të bëhet një si ta them retrospektiv, një historik, të kërkohen llogari dhe të jepet llogari, por zgjidhje nuk ka. Zgjidhje nuk ka sepse kjo punë ka marrë fund dhe mendoj që vetëm plani afatmesëm që thash, me mirë menaxhim, me një ndërtim planesh dhe me mbështetje nga të gjitha linjat, do të shkojë Lushnja atje ku duhet. E kam frikë këtë situatë, se nëse nuk do të vendoset dora dhe pikët mbi, Lushnja mund të atandiset si skuadra e Pekinit që po shkrihet, si Promori që ka ngel në atë kategori bashkë me ne, si Fieri që do shkojë keq, mendoj, nuk e di, po prapë se ka një president Fieri të shtojë në anë tjera, ne të shtojmë në anë tjera. A ka një mesazh për sportdashët lushnjar, nëse ka një mesazh? Nëse ka njerëz, nëse ka publik që duhet i kërkojnë falje, edhe unë vetë, që jam munduar me shpirt bëj maksimumin, edhe pse s'kam asnjë lloj përgjegjësie, ta them këtë, sepse mund të thuhet që sa lojtar ke nxjerr ti, çfarë ke bërë ti? Unë jam munduar të punoj me misha dhe me shpirt për të bërë edhe për të element. Por jeta ta thash, devimet, lëvizjet sociale, problemet, keq menaxhimi, ardhja e trajnerëve, marrja e lojtarëve me programet e veta, dështuan edhe mbyllën derën e Lushnjarit. Por publiku lushnjar është i vetmi që mund të themi i djegur dhe i traumatizuar në këtë situatë që ka ngel me një skuadër në kategorinë e 3 për të ardhur keq. A e meriton dhe Lushnja këtë? Absolutisht jo. Lushnja është historisë madhe. Unë publikut i kam vetëm thash një peng, që në ato vite nuk i dham dot një kupë ose të Republikës ose kampionati që mund ta merrshim shumë mirë, po thash më modem edhe kene organizimin dhe një presidenti fort, sepse edhe ne mund të ishim shumë mirë. Brezion ishte një brez i art, edhe jam krenar për një karrierë brillante që kam bërë me një stadium plot dhe në rrethe ku shkoja e gjeja të mbushur plot nga lushnjarë. Judi, para se të kalojmë te pyetjet tjetër, unë do të kisha një pyetje shpesh unë kam ndjekur dhe kronikat, jo vetëm në stadiumin Roza Xhi ku jemi aktualisht, por edhe në rrethe, që shpeshherë ekipi Lushnjës, ndoshta në paragjykimin tim, është cënuar pak edhe nga arbitrat që vinin që arbitronin ndeshjet ekipit lushnjar. Ju keni një mendim për këtë? Kjo është një temë që realisht po ndodh kudo. Gjykimi tani është bërë sa transparent, sa i pastër,
sa komod, sa profesionist, por dhe i dyshuar. Duke futur sistemin VAR që shikohen shumë gjëra, interpretohen me komanda, në Shqipëri diskutohet shumë kjo pjesë e keq menaxhimit, pa i faturuar asgjë edhe kolegjumit gjyqtarëve, edhe gjyqtarëve vetë në personalitet, por po të shikojmë ka shumë dyshime dhe shumë probleme, dhe ndoshta Lusha ka qenë dhe kjo 1% që ka marrë faturë edhe nga gjykimet e dobta dhe të këqija, dhe që ka ndikuar në Shpeshherë qytetarët dhe tifozëdashët e Lushnjës thojnë një shprehje. Arbitrat në fushën e qytetit Lushnjës, po edhe në rrethe kur Lushnja luan, shkojnë me bibilin në gojë dhe kartonat në xhep. Kjo mund të jetë pak edhe një ndjesi që kur nuk shkojnë mirë punën do gjesh një arsye edhe një kleçk. Domethënë nuk prishet dasma për një kokë limon. Ka ndikuar, po jo se ka ndikuar drejt për drejt. Gjyqtarët dhe na kanë ndihmuar, po të shikojmë historinë, thasëm realitetin, në 2 play-offet Lushnja është diskutuar dhëm për dhëm edhe me ekipin amator Valbonës, por atëherë investuar mirë dhe me ekipin e Fushkrujës, që ishte me një president goxha të fortë që janë ata zotrinj që e kanë dhe sot, dhe e mori me merit, por ndoshta edhe gjykimi ndikoi në krahun tonë. Pra nuk do të shikojmë, ai gjyqtar që sot vjen ndihmon, ai nesër do vit groposi. Nuk do të shikojmë ke gjykimi që thash ndikojnë, do të shikojmë ke punë e ndërtuar vetë, ke bazamenti i shtëpisë. Nuk e prishin shtëpinë me themelet mira, me muret sakta, me çatit mbledhur, kangjullat e ballkonit. Pavarësisht se Lushnja ka shkuar në kategorinë e tretë, përsëri tifozët lushnjarë janë prezencë në stërvitin ndjekin ekipin e Lushnjës. Si e shikon këtë? Kjo është, ta thash, është mbështetja më e madhe dhe është pika më e fortë që ka ky qytet për pjesën e sportit kryesor të futbollit. Por tifozi këtu është i smur, është i fiksuar dhe ka të shenjtat e skuadrës dhe të fanellë. Shpresoj që thash me një plan relativisht të mirë organizuar dhe afatmesëm, Lushnja të rikthehet atje ku i takon. Dhe kam shumë besim që nëse do vinë njerëz të dur, do bëhen lëvizjet e duhura, do bëhen gjëra transparente, pro këtij qyteti, pro kësaj fanelle, pro kësaj fushë të artë, mendoj që Lushnja do rikthehet shpejt në elitën e futbollit shqiptar. E ke këtë shpresë? Mendoj se po. Nëse njerëzit do mendojnë shumë, nëse njerëzit do vinë me koburën mbres, me lugën mbres, edhe për të bërë prap zallamahi, më vjen keq. Nuk mund të thash dot. Tifozët dhe rrugtimi juaj i gjatë në futboll. Çfarë ëndrre apo objektive keni për Lushnjën dhe për futbollin mesëqar vetë ju di? Ëndrat janë që Lushnja paktën në aspektin e situatës ku ndodhet kthehet në elitën e futbollit lushnjar. Të organizohen dhe të strukturohen terrenet sportive, të shumëfishohen terrenet sportive dhe bazat sportive ku janë fitanishtja të hapen klasat sportive në për shkolla, përveç ne që punojmë në ekipe akademi private, por këto janë terrenet aja. Dhe ëndra ime, padyshim që është ëndra e çdo lojtari ose i shpejtari, është ndoshta edhe më shmohuar. Nuk po them se jam një konkurrent i fortë, por në kaq vite duhet ta kisha marrë një ekipin e Lushnjës, jo për emrin tim, për të provuar një veten dhe për të dukur se çfarë mund bëja. Por nëse s'do kisha mbështetje absolutisht edhe unë s'do kisha çfarë bëja. Kjo është një ëndër që ju do të pretendon ta ketë? Absolutisht që vazhdoj, unë jam 52 vjeç sot. Trajner mund drejtojnë dhe 75 dhe 80 nëse janë me mendjen kopë, siç kemi parë. Është një ëndër ime që nesër kemi unë në stafin apo drejtuesi i ekipit parë të ekipit tim të Lushnjës. Përveç se kësaj ëndre ka i bukur që shpresoj ta realizosh, jo vetëm për veten tuaj, por edhe për vetë tifozët lushnjarë që presin shumë nga ekipi i tyre, pavarësisht se sot Lushnja është në zi totalisht për ekipin e saj të zemrës, sepse normal vesh në një kategori të tretë, ju e dini më mirë se jeni futbollist, se si mund të luhet nesër futbolli. Përveç saj, ju bët shumë pikpyetje në lidhje me investimet, realizimet, marrjet e lojtarëve, e gjithçka që e lat një lig të mbyllur brenda vetes dhe brenda audiencës. Përveç saj, unë do të kisha edhe një pyetje tjetër. Si shikoni klasat sportive nëpër shkolla? A kanë element këto futbollistike për të sjellë në akademi dhe për të bërë sot një element akoma më të mirë për të prirur në futbollin lushnjar? Pikërisht këtë po them, Xhimi. Kjo është ideja dhe domethënë motoja ime, krijimi dhe hapësira e fushave sportive për të tërhequr dhe për të sistemuar brezin e ri ke loja më e bukur në botë futbolli. Po shikojmë nga kokshi që ka organizime, po e ka zgjidhur me palestra dhe me fusha që ka. Klasat sportive do të hapen
po ku do të hapen? Në shkolla që kanë terrene sportive, siç është Trutja, qytet, komuna ose sistem administrata me peshë. Livjaka, që është me qytet mbethe, Kolonja, Qerma, nuk e di ku mund ndodhin këto Dushko që ka me këtë, po ka dhe një firo të largimit të njerëzve dhe fëmijëve, ku largohet familja, largohet dhe fëmija dhe shkojnë në pushtetet të fëmijë. Por nëse prap do të ketë, unë shoh që ka shumë fëmijë që kanë pasion, kanë dëshirë, do të punohet me ndërgjegje, me profesionalizëm, do të hapen terrene dhe jo do ndërtohen pallate apo investime për biznese, sepse këtë kanë frikë, se edhe kjo fusha ka qenë shumë e madhe, po u bëj pallate dhe u mbyll fusha, u bë dhe shkolla. Sepse Lushnja ka pas ikën sportiv kryevepër, që kanë shumë qytete sot dhe ne se kemi. Ka qenë dhe fusha Nematan, që është djerë, është dhe kjo Qengeli, është dhe 3 fusha, mendoj që do të jetë një perë dhe një kryevepër për qytetin, për thithur elementin e ri dhe për të punuar, për të krijuar nesër bazën për skuadrën e parë. Tashmë për të kaluar te mesazhi i fundit, unë do t'i bëj edhe një pyetje tjetër Judit. A ka ngel diçka për Mostanur sot këtu dhe kërkon ta thuash ta ndash me ne? Mund të kem shumë, por edhe nëse do ta them nuk mund të fitojmë dot asgjë. Lushnja, klubi Lushnjës, sot që e the është në zi, është si një familje që ka humbur fëmijë. Publiku dhe qyteti, fanella dhe klubi i Lushnjës ka qenë fëmija e këtij qyteti. Ka humbur një fëmijë. Tani a mundet që të prodhojmë një fëmijë tjetër dhe ta kthejmë në identitet, fanellën e shenjtë Lushnjës, stemën e Lushnjës? Shpresoj se po. Në fund fare ne do donim një mesazhin tuaj për dashamirësit e futbollit dhe për të rinjët. Mos ta humbim asnjëherë shpresën, të vazhdojmë, të investojmë dhe të punojmë për të krijuar një emër në futbollin shqiptar, për ta rikthyer Lushnjën atje, se emrin e ka, po për ta rikthyer, se për fatin e keq vitin tjetër festojmë 100 vjetorin. Kjo është një mesazh i e krijimit të klubit, nëse është 1927, formimi i klubit, megjithëse në letra e di që është 1930, si që ka dhe Sha, Lushnja 1930. Kjo është kjo pjesa e historisë që ndajnë ata historianët, por do thosha, të paktën deri në 2030 Lushnja do të jetë superiore. Judit, falenderoj që ishe sot në emisionin Personazhe në Fokus. Kjo ishte biseda edhe këtë të shtunë në Personazhe në Fokus. Jutmir Gazheli, një emër që ka jetuar gjithmonë me futbollin dhe fanellën lushnjare. Një histori e mbushur me sakrifica, emocione, dashuri për fanellën. Një reflektim për situatën që po kalon sot futbolli myzeqar. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim në emisionet e ardhshme të çdo të shtunen në Personazhe në Fokus, vetëm në televizionin Apollon. Mirupafshim.